Musait a.s. Pas historisë së Shuaibit a.s., ku pam se si një popull u ndëshkua për padrejtësinë e tij, tani do t'tregojmë historinë e Musait a.s., një nga profetët më të mëdhenj të Zotit. Kjo është historia e një burri që sfidoi një faraon tiran. Çliroi popullin e tij dhe dëshmoi disa nga mrekullitë më të mëdha të Zotit. A dini ju se ka pasur një profet që është përballuar me një nga mbretëritë më të padrejtë në histori? Ky është profeti Musa a.s., një nga profetët më të mëdhenj të Zotit, dhe ai që shpëtoi popullin e tij nga skllavëria dhe padrejtësia. Historia e tij është plot mrekulli, prova dhe fitore mbi të keqen, dhe do të tregoj hap pas hapi. Shumë kohë më parë, në Egjipt sundonte një bret mizor, faraoni. Ai ishte një sundimtar arrogant që e quante veten Zot mbi tokë. Populli i tij, egjiptianët, ishin të pasur dhe të fuqishëm. Por në vendin e tyre jetonte edhe një popull tjetër, Benu Izraelët, të cilët ishin të varfër dhe të shtypur. Një natë faraoni pa një ëndër që e friksoi shumë. Ai pa se një djalë nga Benu Izraelët do të rritej dhe do ta shkatronte mbretërinë e tij. Nga frika ai urdhëroi diçka shumë mizore. Të gjithë djemtë e porsalindur të Benu Izraelëve duhej të vriteshin. Në atë kohë, një grua besimtare, nëna Musait, lindi një djalë të bukur. Ajo kishte frikë se ushtarët e faraonit do ta gjenin dhe do ta vrishtin. Zoti e frymëzoi atë dhe i tha: "Vendose djalin tënd në një shport dhe e shoje në lumin Nil. Mos ki frikë, sepse unë do ta mbroj dhe do ta bëj profet." Me zemrën e mbushur me dhimbje, ajo vendosi foshën në një shport dhe e la të rrithte në ujërat e Nilit. Me urdhërinë e Zotit, shporta u drejtua pikërisht te pallati i faraonit. Atë gruaja e faraonit, Asja, një grua mirë dhe besimtare, e gjeti fëmijën. Sapo e pa, ajo ndjeu dashurinë të madhe për të dhe i tha faraonit: "Mos e vrit, lere të arrisim si djalin ton." Faraoni, dhe pse ishte i dyshmit, pranoi dhe kështu Musa u rrit në pallatin e armikut të tij më të madh. Por ndodhi një tjetër mrekulli. Foshja Musai refuzoi të ushqehej nga çdo grua që donte të ushqente, derisa motra e tij, që e kishte ndjekur nga larg, i tha Asjes: "E di një grua që mund ta ushqej." "Dhe kush është ajo gruaja?" "Nëna e tij." Në këtë mënyrë Zoti i ribashkoi nënën me djalin e saj, duke i dhënë paqe zemrës saj. Musa u rrit si një djalosh i fortë dhe i mençur, por ai nuk e harroi kur popullin e tij. Një ditë ai pa egjiptian që po rrinte një burr nga Benu Izraelët. Musa, duke dashur të ndihmonte njerinë e pafashëm, e goditi egjiptianin. Por ai nuk e dinte se sa i fortë është egjiptiani, ra i vdekur. Musa u trëndit dhe u penduar, por lajmi u përhap shpejt. Faraoni u zemrua dhe tha urdhër për të vrarë. Musa nuk kishte zgjidhje tjetër. Ai iku nga Egjipti dhe u nis drejt një vendi të largët, ku qëndroi për disa vite. Një ditë, ndërsa po udhëtonte në shkët të tij, Musa pa një dritë të fortë në një mal. Ai ofrua dhe pa pritur dëgjoi një zë: "O Musa, unë jam Zoti yt, hiq sandalet dhe ndëgjo thirrjen time." Zoti e zgjodhi Musain si profet dhe i tha me dy mrekulli: shkopi i tij do të kthehej në gjarë për të gjallë, dora e tij do të dreqonte si një dritë e bardhë. Zoti e urdhëroi atë dhe kthej në Egjipt dhe i thoshte faraonit: "Ler popullin tim." Kur Musa u kthye në Egjipt, ai së bashku me vëllain e tij Harunin shkuan te faraoni dhe i thanë: "O faraon, liroj Benu Izraelit dhe adhuro vetëm Zotin e vërtet." Faraoni qeshi dhe tha: "Kush është ky Zot për cilin po flet?" Musa i tregoi mrekullitë e Zotit, por faraoni tha ato ishin maghi. Ai mblodhi magjistarët më të mëdhenj të Egjiptit për të sfiduar Musain. Në një ditë të madhe,
para mira njerëzve, magjistarët hodhën litarët e tyre dhe ata u duken si gjarprer. Por Musai hodhi shkopin e ati, a ju kthye në një gjarpër të vërtet dhe i gëlliti të gjithë magjit e tyre. Magjistarët u tërditit dhe besuan me njëherë në Zotin e Musait, por faraoni u zemrua dhe edhe më shumë. A i refusonte të lironte benu Izraelit, edhe pse Zoti i dërgoi shumë dëshkime. Uji i Nilit u kthye në gjak. Një tuf breskoçash mbuloi vendin. Milingonat dhe morrat pshtuan Egjiptin, erdhën sëmundje dhe stuhi të fuqishme, por faraoni nuk u dorëzua. Derisa ndrodhi mrekullia më e madhe. Musai dhe populli i tij u larguan nga Egjipti, por faraoni i ndoqi me ushtrinë e tij. Kur ata arritën te deti i kuq, populli i Musait u friksua. Por Zoti urdhëroi Musain të godiste detin me shkopin e tij. Deti u nda në 2 pjesë dhe populli i tij kaloi përmes tij mbi tokë të thatë. Faraoni dhe ushtria e tij ndoqën pas. Por kur ata ishin në mes të detit, uji u kthe përsëri dhe faraoni u mbyt bashkë me ushtrinë e tij. Mësimet nga historia e Musait a.s. Besimi në Zot është forca më e madhe. Padrejtia dhe arroganca nuk zgjasin përgjithmonë. Durimi dhe besimi sjellin shpëtim dhe drejtësi. Historia e Musait është një histori e lirisë, guximit dhe fuqisë së Zotit mbi çdo tiran. Ne sot nuk e kemi shkopin e Musait a.s. për të bërë mrekulli, por kemi Kuranin, mrekullinë e përjetshme që udhëzon, shëron dhe ndriçon çdo zemër që ndjek me besim. Ashtu si Musa a.s. si u hap deti dhe i erdhi zgjidhja, edhe problemet tona zgjidhen kur se presim.